Incidenti ndodhi pranë konsullatës izraelite në Stamboll, ku një agresor u vra dhe 2 të tjerë u plagosën gjatë shkëmbimit të zjarrit me policinë. 2 oficerë të policisë u plagosën lehtë dhe u dërguan për trajtim mjekësor, ndërsa autoritetet nënvizuan se ata nuk ishin në rrezik për jetën. Guvernatori i Stambollit, Davud Gul, tha se sulmuesit përdorën armë zjarri të llojeve të ndryshme dhe se nuk ka pasur diplomat izraelit të pranishëm në konsullat për më shumë se 2 vjet e gjysmë. Për shkak të situatës së tensionuar që ka pasur që nga lufta Hamas-Izrael në vitin 2023, një prani policore e armatosur rënd është mbajtur në zonë. Autoritetet turke identifikuan sulmuesin e vrarë si Yunus S., të cilin e lidhin me një organizatë që shfrytëzon fen për qëllime terroriste. 2 personat e plagosur janë identifikuar si vëllezërit Onur Ç dhe Enes Ç. Hetimi mbi komunikimet dhe lëvizjet e sulmuesve vazhdon, ndërsa ministri i drejtësisë, Akin Gürlek, caktoi 3 hetues për të ndjekur ngjarjen dhe njoftoi se hetimi po zhvillohet në mënyrë shumëplanshe. Pamjet nga vendngjarja të publikuara nga agjencitë e lajmeve si Reuters dhe BBC treguan policë të armatosur duke patrulluar në zonë dhe duke mbrojtur konsullatën pas të shtënave, ndërsa oficerët përpiqeshin të neutralizonin sulmuesit. Autoritetet turke theksuan se komunikimi digjital midis 3 sulmuesve është duke u verifikuar për të sqaruar motivet e incidentit dhe çdo lidhje të mundshme me rrjete terroriste.